Kur mundësit takohen me dhimbjen, Alba rinte ulur në dhomë, e lodhur dhe e shqetësuar. Telefonin e kishte në dorë, por sytë i ishin ngulur në një pikë të largët, sikur mendja e saj po udhëtonte mes kujtimeve dhe frikës nga e ardhmja. Zëri i Ludos kishte mbetur në vesh, një tingull i qetë por i vendosur. Më ka ardhur një ofertë për Big Brother. Alba nuk e kishte pritur këtë. Oferta nuk ishte thjesht një mundësi e zakonshme. Ishte diçka që mund t'i ndryshonte jetën. Por zemra e saj ishte ende e shkatëruar nga gjithçka që kishte ndodhur më parë, më shumë se gjithçka nga limi. Përplasja e tyre e fundit nuk kishte qenë e thjeshtë. Një përplasje që kishte lënë plagë të thella dhe mendime të turbulluara. Nuk e di. Murmuriti Alba, duke i shikuar duart që dridheshin pak. Nuk është thjesht një ofertë. Është një vendim që prek gjithçka që kam ndjer, gjithçka që kam jetuar. Ludo e shikoi me vëmendje. Ai e dinte që ajo nuk po mendonte vetëm për faktin nëse të hynte apo jo. Po mendonte për limin. Për atë që kishin ndarë. Për dhimbjen e ndjer, por Alba, tha ai me qetësi, është një mundësi. Ti mund të nisësh nga e para. Nuk ka nevojë të lidhet me të kaluarën, Alba mori frym thellë. Mendja i shkoi tek shtatori, tek ajo përplasje me limin. Ishte një moment ku gjithçka kishte shpërthyer, fjalë të thëna pa menduar, zemra që nuk mund të ndalej dhe pasiguria që kishte mbushur çdo centimetër të marrëdhënies së tyre. Ajo ditë ishte bërë një plagë që ende nuk kishte mbaruar së përtypuri në mendje, po. Tha Alba, duke e ulur zërin, me limin u ndava. Nuk është më pjesë e jetës sime, por dhimbja. Është ende aty, Ludo tunte kokën, duke kuptuar se kjo nuk ishte një vendim i lehtë. Nuk ishte thjesht për Big Brother. Ishte për të gjithë emocionet që Albën e kishin shoqëruar gjatë muajve të fundit, për të gjithë konfliktet që kishte mbajtur brenda dhe për mënyrën se si ajo ndjente se mund të shkatërrohej përsëri nëse bënte zgjedhjen e gabuar. Ti nuk je vetëm, tha ai. Mund të hysh. Mund të jesh vetvetja. Mund të fillosh diçka të re. Nuk ka asnjë kufizim, Alba e shikoi, dhe një ndjesi e çuditshme e përzier mbushi gjoksin e saj. Ishte frikë, por edhe lehtësim. Ishte dhimbje, por edhe shans. Ishte humbje, por edhe fillim i mundshëm, nëse nuk e bëj tani. Murmuriti ajo, duke menduar, nuk do të kem kurrë këtë shans. Dhe ndoshta kam nevojë ta bëj. Për veten. Jo për dikë tjetër, ajo u ngrit dhe filloi të ecte ngadalë nëpër dhomë. Zemra i rrite fort, por këtë herë ishte një ritëm i ndryshe, një ritëm i vendosur për të ecur përpara. Ishte një ritëm që thoshte se ajo nuk po fshihej më pas dhimbjes. Hajde, tha më në fund, me një zë të vendosur, sepse dua të hyj një herë tjetër. Dua të provohem. Dhe nuk dua të lë asgjë të pasgjidhur, Ludo e kuptoi. Nuk kishte nevojë për fjalë të tjera. Ai dinte se Alba kishte bërë një zgjedhje, jo nga guximi i thjeshtë, por nga forca që vinte nga një vend i thellë brenda saj, dëshira për të qenë vetvetja, për të mos u ndalur nga e kaluara dhe për të përballuar çdo sfidë që mund të vinte. Mirë, tha ai, buzëqeshje e lehtë në fytyrë, atëherë ky është fillimi yt. Alba mori frym thellë dhe ndjeu një ndjenjë çlirimi që nuk kishte ndjer prej kohësh. Nuk ishte fundi i dhimbjes për limin, nuk ishte zhdukja e kujtimeve të asaj përplasjeje. Por ishte një hap përpara, një hap që i përkiste vetëm asaj. Është koha, tha ajo me zë të qartë, të hyj dhe të tregoj kush jam unë, pa frikë, pa peshë të së kaluarës, ndërsa ajo përgatitej për këtë hap të madh. Mendja e saj u kthye një moment tek gjithçka që kishte ndodhur, ndarja me limin, konfliktet, momentet e dhimbshme dhe ato të lumtura. Ishin pjesë e asaj që ishte, por nuk do ta pengonin më. Alba ndjeu një energji të re, një forcë që vinte nga brenda saj. Ishte një ndjenjë që e mbushte me kurajo, me vendosmëri dhe me një emocion të butë që thoshte, kjo është jeta ime, dhe unë do ta përjetoj ashtu siç duhet. Nëse është një mundësi, mendoi ajo, atëherë duhet ta marr. Dhe nuk do të kthehem pas, përplasja me limin nuk do të zhdukej menjëherë. Dhimbja nuk do të largohej si me magji. Por ajo mësoi diçka të rëndësishme, që ndonjëherë të bësh një zgjedhje të vështirë për veten tënde është më e rëndësishme se çdo shqetësim ose akuzë të tjerëve. Është koha, përsëriti në mendjen e saj, të hyj dhe të tregoj forcën time. Lotët e saj nuk ishin më vetëm dhimbje. Ishin një kombinim i dhimbjes dhe fuqisë, i frikës dhe vendosmërisë.
Ishin një kujtesë që ajo mund të përballej me gjithçka, të vazhdonte dhe të dilte e fortë nga çdo sfidë që i vinte përpara. Në atë moment, Alba nuk po mendonte më për limin. Nuk po mendonte për të kaluarën, nuk po mendonte për çfarë do të thoshin të tjerët. Vetëm një gjë kishte rëndësi, ajo dhe vendimi i saj për të vazhduar përpara. Nëse e bëj këtë, tha ajo me një zë të butë, por të vendosur, atëherë çdo hap, çdo sfidë, çdo moment do të jetë për mua. Vetëm për mua, dhe me këtë mendim, ajo mori frym thellë dhe u përgatit për hapin e madh, hyrjen e saj të re në Big Brother, një fillim i ri, një kapitull që nuk vari më nga e kaluara, por vetëm nga guximi dhe forca e saj.